Vetëm dëgjoni popullin kur thotë që ku është leku. A e kuptoni ju se çka ka ndodhur jam në Shqipëri dhe ne e pas kemi harruar komplet? Prisni 2 sekonda t'ju shpjegoj se çka ka ndodhur. Banka e Shqipërisë ka festuar këtë javë 100 vjetorin e krijimit të saj. E para punës do t'i kërkojmë falje Bankës së Shqipërisë që e kemi harruar këtë gjë. Po faji nuk është joni, është i bankës, se ato gjëra që ajo mban aty brenda na kanë bërë ta kemi mendje në vende tjera, e kanë fjalën për lekët. Është i vetmi institucion serioz në Shqipëri, i cili dhe kur ra shtetin në 97-ën, ishte i vetmi që punonte. E marrni mend se ç'a bëhesh atëherë me armët sheshit. Dhe banka ishte i vetmi institucion që çonte për të gjithë Shqipërinë rrogat dhe pensionet, duke rrezikuar jetën e tyre. Gjithë punonësit e shtetit në ato kohë bënin këto rrugët nga veriu në jug dhe haseshin me bandat që donin t'i merrnin lekët. Shumë suksese edhe për 100 vitet të ardhshme. Vetëm dëgjoni popullin kur thotë që ku është leku. Ju besoj e dini ku është leku, kështu që lirojeni pak, mos e marrni gjithë nëpër banka. Lëreni më mirë te xhepat e popullit. Kaq ishte video për sot. Shihemi prapë nesër.